Dhunohet gjatë ndeshjes sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit. Një sherr mes disa personave është regjistruar në ambientet e Pallatit të Sportit Aslan Rusi, ku është dhunuar sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit Franco Bushati. Debati mes tyre ka nisur gjatë zhvillimit të ndeshjes mes vllaznisë dhe beslidhjes. Fillimisht mes tyre ka patur një përplasje verbale dhe më pas ka vijuar me konfrontim fizik. Sheri ka nisur për motive të dobta. Në verifikimet e kryera nga efektivët e Komisariatit nr. 2 në Tiranë, rezultoi se të përfshirë në sherr ishin Albert Ndreu dhe Erion Leshi, për të cilët janë referuar materialet në prokurori.